Ademi a.s. është njeriu i parë dhe nga njeriu i parë, nga babai i njerëzimit, ashtu sikur të kthehemi në origjinë, dhe deri tek njeriu i fundit në fundin e botës, të gjithë lindin me natyrën e pastërt, me natyrshmëri, me fitret, dhe sigurisht të musliman. Tash, musliman në kuptimin e natyrës së pastërt, jo musliman në kuptimin e koncepteve të islamit në shekullin 21. Por, dëshira dhe nevoja, sikurse dashuria dhe ndjeshmëria për me njoft Zotin, me besu Zotin, me njoft Krijuesin, me dasht Krijuesin, me ju përul atij, me ju përgjëru atij, është e natyrshme, është nevojë e natyrshme. Prandaj Ademi a.s. është i pari besimtar, është i pari musliman, është i pari njeri i devotshëm, është i pari i cili ka lutur dhe ju ka përullur e ju ka përkullur të madhët Zot te baraka wa taala. E pastaj kështu kanë vazhdu gjenerata e breza deri në një moment dhe në një periudhë të caktuar kur ajo balta ka provu prap me e mbulu natyrshmërinë, por prap Allahu te baraka wa taala për kujdeset për të vërtetën.